Por mi që jemi spostuar në këndin e intervistës së mbrëmjes, do të bisedojmë sonte me kreun e grupit parlamentar të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, zëvendës kryetari i kësaj force politike dhe automatikisht edhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë, zotin Petrit Vasili. Mirësere, zoti Vasili. Mirësere. Fakt, kjo javë ka qenë duke spostuar pak në atë që presim, sot edhe 10 ditë na kanë mbetur, pra për të mësuar nëse do ta marrim atë status që kemi 4 vjet që e presim. Ka pasur një rezolut të Komitetit për Politikën e Jashtme në Parlamentin Evropian që koincidoi edhe me vizitën e zotit Meta, ndoshta ishte e llogaritur, mund edhe të sqarohet kjo, por ajo çfarë kërkohet, zoti Vasili, dhe duhet ta shohim edhe si është reflektuar gjatë këtyre muajve në politikën shqiptare, bashkëpunim dhe të ketë një bashkëveprim në çështjet e integrimit. Po e bëjmë këtë dhe pse na e përsërisim kaq shpesh këtë fjalë? Por ditët e fundit, por do të thosha dhe javët e fundit apo fillimi i legjislaturës së re të Kuvendit të Shqipërisë, ka qenë përgjithsisht një shembull i një bashkëpunimi të majorancës dhe opozitës për çështjet të integrimit. Dhe ky është një lajm shumë i mirë, kjo është një ndodhi shumë pozitive, e cila jo vetëm duhet përshëndetur, por njëkohësisht nuk i ka shpëtuar as syrit dhe as vëmendjes së monitorimit evropian, i cili jo rastësisht i monitoron në mënyrë të vëmendshme sjelljet e politikës shqiptare, në mënyrë që vendimet e tij të ardhshme të vendosin një sfond solid të një politike e cila ka parametrat evropian të komunikimit, pra bashkëpunon për çështje madhore dhe vazhdon të ruajë diferencat e ndasit për çështje të tilla të karakterit politike programor, të cilat dallojnë forcat politike nga njëra tjetra. Ndaj, edhe disa ditë përpara marrjes së vendimit të Komisionit Jashtëm të Ministrave të Parlamentit Evropian, Parlamenti Shqiptar, pasi debatit që unë do ta quaja konstruktiv, me një dakordsi të plot, pra me konsensus të plot, kaloi një rezolut të propozuar nga opozita, lidhur me çështjen e integrimit, një qëndrim të Parlamentit Shqiptar, një thirrje, një gatishmëri të tij për të bërë gjithçka që integrimi të ecë. Pra, marrë iniciativës nga opozita, mbështetja nga majoranca, konsensusi plot në këtë çështje, ishte një demonstracion politik pozitiv, i cili u tregonte qartë partnerëve europian që në këtë çështje ne nuk jemi të ndarë, jemi të bashkuar dhe historitë e diferencave, ndasive, takticizmave të së kaluarës u është lënë vend një klimë e re bashkëpunimi dhe politika shqiptare ka ecur në këtë nivel pjekurie. Sigurisht Parlamenti i ri, qoftë me gjithë mënyrën e funksionimit të tij, ka qenë shembull i një bashkëpunimi të ri ndërmjet majorancës dhe opozitës, asnjëherë duke nënkuptuar prishjen e raporteve me majorancë opozitë, cilët janë detyrimet e njërës palë për të qeverisur të tjetës për të bërë opozitë, por për të stimuluar e promovuar ato çështje dhe ato momente ku politika është shumë e dobishme, po dhe detyruar që të bashkëpunojë për të mirën e vendit. Sepse në pikpamjen time nuk ka forca që punojnë kundra vendit, as në majorancë as në opozitë. Sigurisht momentet e caktuara përvijojnë qëndrime të caktuara, por çështjet e mëdha duhet i bashkojnë. Edhe gjithçka që ndodhi, sigurisht ishin demonstrime pozitive dhe komisioni me vendimin e tij unanim, pse ishte një vendim shumë pozitiv në pikpamje të ecurisë së mëtejshme. Është një gur i fortë i vendosur në këtë proces, i cili do finalizohet në datën 17, i cili spaku shkon në para vendimit me opinionin që Europa, pa dallime majtas apo tjatha, sepse dhe Parlamenti Evropian ka sigurisht përfaqësimin e tij, sepse është një institucion politik, i vën dispozicion vendimarrjes politike të ardhshme një konsensus edhe nga ana e saj, po një konsensus që vjen nga ana e Shqipërisë. Sigurisht vendimi që pritet është një vendim politik, nuk është një vendim teknik, sepse sa përqind shpresa kemi? Sepse sigurisht që Shqipëria mjaft kërkesa, detyrime që Europa i ka vënë përpara, ka bërë të pamundur të i realizojë, qoftë qeverisja e djeshme, qoftë edhe qeverisja aktuale në ato pak kohë që ka në drejtimin e shtetit, pra ka demonstruar një vullnet plot dhe ne nuk kemi më kushte teknike të pakapërcyeshme, pra është realizuar gjithë pjesa teknike e problemit, dhe është problemi i interpretimit politik që vendet do t'i bëjnë. Sigurisht ju e dini që sistemi votimit është një sistem votimit unanim, pra qoftë edhe një vend i vetëm, qoftë se nuk do të kishte
një opinion të konsoliduar dhe pozitiv, kjo çështje mund të mbetet në mes. Pra në këtë çështje është në të çmuarit politik të secilit vendi antar për të dhënë mirë kuptimin e tij. Sigurisht shkohet me një vullnet të mirë nga Europa unanim. Shqipëria është më e bashkuar se kurrë në këtë, nuk ka qenë kurrë kaq unanime, majtas djathtas, majorancë opozit. Sigurisht do të presim këtë vendim, i cili është një vendim shumë pritur, është vendim delikat, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Europën. Europa është ndër vendimet e fundit është në vigjilje të pak muaj më pas do të kemi zgjedhjet e reja për Parlamentin e ri Evropian. Pra dhe Europa bën bilancet e saj, bën, si me thënë, vlerësimet e saj në përgjithësi, si është ndjekur procesi në vite prej saj në raport me vendet caktuara dhe siç është dhe Shqipëria. Pra dhe atje është një proces delikat politik i cili do ketë shprehjet e tija, por shkojmë me kredenciale të mira dhe të larta në këtë vendimmarrje, shpresë të mëdhenj që do të kemi një vendim pozitiv. Por gjithsesi është një vendim politik ku çdo gjë është e mundshme dhe çdo gjë dhe asgjë s'mund përjashtohet. Nëse do të kishim një përgjigje negative, duke pas parasysh ato zhvillime që ka vetë përpara Europa, Parlamenti Evropian, zgjedhjet, konsolidimi i institucioneve, a do të ishte një dështim edhe kur flas këtu jo për një krah, po për një krah politik, po për gjithë politikën shqiptare? Unë nuk bëj pjesë në ata që i trajtojnë çështjet si dështim, në jetë në përgjithësi aq më pak në politik. Politika vetë, po dhe çështja e integrimit në përgjithësi është një sfidë e gjatë, në të cilën ka jo dështime, ka moment objektiva që arrin më shpejt dhe objektiva që arrin më vonë. Unë kam qenë kundra gjuhës ashpër që politika shqiptare ka përdorur në lidhje me çështjen e integrimit, ku palët momentet caktuara kanë akuzuar njëra tjetrën, ti je fajtor për këtë, unë jam fajtor për këtë, ti je i përgjegjës deri në vdekje për këtë gjë tjetër. Këta janë gjuha që integrimi nuk i mban. Dhe arsyeja pse vjen një mesazh i vazhdueshëm, i palodhur nga Europa për një bashkëpunim gjithëpërfshirje, përpara dhe mbi çdo kusht, vjen për një arsye shumë thjeshtë, që çështjet dhe ky proces kaq i komplikuar, por dhe vital, siç është integrimi, kërkon mirëkuptime të mëdha dhe nuk kërkon nxjerrje fajtorësh apo nxjerrje dështimesh apo përgjegjësisë. Është problemi për ripar dhe riparsjelljen në mënyrë që akoma më unanim të jemi me njëri tjetrin, në mënyrë që demonstrojmë përpara Europës në çdo rast me një sjellje unike, ku t'i japim të kuptojë që ky objektiv është kaq i çmuar për ne, se jemi të gatshëm për çdo sakrificë dhe për çdo kompromis mes vetes tonë. Ju keni ditur që ne më parë, sot është një moment pozitiv i ri, jemi demonstruar edhe përpara delegacionit e Europës, dhe atje dhe në Bruxelles, në Strasburg, me qëndrime të kundërta, kemi mallkuar e sharë njëri tjetrin dhe në prezencën e europianëve, se mund të kishim një qëndrim pozitiv me ato kohëra në rast se ne nuk kemi kursyer veten tonë përpara atyre. Kështu që në këtë pikë, në këtë fazë të re pjekurie, pra u janë nxjerrë shumë mësime që kjo klim nuk të çon gjikundi, besoj që cili do qoftë vendimi, një vendim pozitiv është një lajm i mirë, pa asnjë diskutim, po cili do qoftë vendimi, ne kemi detyrë të cilën gjithsesi duhet ta përmbushim në 17 dhjetor, a më pas se 17 dhjetori, kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që procesi i integrimit mos ndalet dhe ne ta vazhdojmë ta konsiderojmë këtë një prioritet madhor e të bëjmë gjithçka që ky proces vetëm të ecë përpara. Zoti Vasili, për të larguar pra nga ajo çfarë e bashkon politikën, të shojmë për atë çfarë e ndan politikën në Tiranë. Kjo mazhorancë, duke pas parasysh edhe përfaqësimin që ka në parlament, kushtetuese është thonë shpeshherë pas e ka kaluar numrin 84 të deputetëve që ka, pra në mbështetje qeveria. Erdhi me shumë pritshmëri. Ndoshta edhe qytetarët presin shumë nga qeveria, nga kjo mazhorancë. Në muajt e parë, deri tani janë pothuajse po bën 100 ditët e para, siç trumetohen. Ka ecur në atë çfarë pritej? Ka bërë atë që pritej? 3 muajt e parë mbas zgjedhjeve janë muaj të vështirë jo vetëm në momentin e ndërrimit të majorancave, sigurisht përjetohet një klimë e veçantë, por dhe kur majorancët vazhdojnë të përsërisin një mandat tjetër të fituar, siç qenë në vitin 2009 majoranca drejtuar nga zoti Berisha. Kështu që natyrshëm nuk mund të jenë muaj spektakolar, sepse sigurisht që performanca e vërtetë e një qeverie
edhe një qeveri vimësie, pa aq më shumë të një qeverie të ndryshimit, pra si që ka qenë në rastin konkret që Alianca e Re për Shqipërinë Evropiane, do t'i përvijojë rezultatet e saj të natyrshme, sigurisht gjatë vitit 2014, ku do ketë mundësi të formsoj buxhetin e shtetit, i cili orienton objektivat e diferencat programore ndërmjet një force tjetër politike, dhe ku do ketë mundësi që nëpërmjet instrumentave financiare, pa të cilat sigurisht nuk mund të jetë hapur përpara, do ketë mundësi që të bëj konkrete ato politike të cilat ajo ka demonstruar në fushatën elektorale. Por disa mesazhe të rëndësishme i kemi, ka mesazhe politike, ka mesazhe të karakterit ekzekutiv. Politike janë që ne kemi dyshim tërësor të klimës së komunikimit majorancë opozit. Ne nuk mund të presim majorancën opozit mos kenë debat me njëra tjetër, se do të thoshte që s'kemi më pluralizëm politik, por kemi parlament që funksionon më së miri. Hapësirat e opozitës, do të jemi objektiv, nuk ka qenë kurrë të tilla. Pra, edhe funksionimi i brendshëm nuk karakterizohet nga një qëndrim tepër fiskal, i cili çdo minutë e opozitës duhet dënuar, duhet shtrënguar fort pas rregullores. Ju keni parë dhe fleksibilitetin e duhur për zbatimin e rregullores, qoftë nga kryetari i parlamentit zoti Meta, po dhe nga sjellja e grupit parlamentar të LSI-së dhe të Partisë Socialiste për të krijuar të tëra hapësirat që majoranca të ketë mundësi të shprehet gjithësisht e tërësisht në mënyrë ezauruese për çdo problem që ajo e gjen të arsyeshme, në mënyrë që të japë kuptoj që mos ketë mendime të pakonsumuara apo alternativa të pathëna në mënyrë të veçantë Parlamentit të Shqipërisë, pra që politika të funksionojnë 360 gradë. Së pari, në pjatën ekzekutive ju keni parë që një aksion, do të thosha, i rëndësishëm ka qenë në radhë parë vendosja e likshmërisë në vend, ku një nga përgjigjet më të rëndësishme i është dhënë ndërtimeve abuzive, të cilët janë bërë një plagë e rëndësishme shoqërisë tonë, jo thjesht vetëm Brexitin, po dhe kudo ku ato ndodhen, sepse dhe abuzivizmi, dhe dhunimi i ligjit, po dhe dhunimi pronës, po dhe dhunimi rregullave ka qenë një evident nëpërmjet këtij faktori. Dhe ju keni parë që qeveria ka qenë shumë e vendosur për të dhënë përgjigje lidhur me këtë çështje, por edhe për mënyrë të veçantë aksionet e ndërmarrë, qoftë legjislacioni i ardhur më së fundi, për një qëndrim shumë të fortë në luftën ndaj korrupsionit, flas si aksionet të rëndësishme të ekzekutivit, janë të dukshme dhe nuk ka pasur asnjëherë një artikulim kaq të fortë dhe të vendosur në luftën kundër korrupsionit. Demagogji, pra shpeshherë përdoren edhe për tremur kundërshtarin, sepse janë përfolur edhe arrestimet mundshme në radhët e ish ministrave apo ish përfaqësues majorancë. A mos po merret shumë kjo qeveri me atë çfarë i ka lënë qeveria tjetër dhe po harron, siç tha zoti Blushi, po harron pak na thosë çfarë do bëj? Unë me thënë drejtë nuk e kam zakon të komentoj absolutisht çfarë thon tjerët, sepse kam boll ide të mia të cilat kam mundësi të zhvilloj, kështu që nuk më intrigojnë shumë idetë e tjerëve. Desha të qëndroj te kjo çështje. Një nga 5 prioritetet për vijimsinë e procesit të integrimit, pa do të thotë se si Shqipëria do të vazhdojë të ndërtojë fytyrën sjelljet e saj dhe raportet me Europën, jo për thjesht për të shkëmbyer një afeksion me Europën, por për të shkëmbyer politikisht dhe ekonomikisht në mënyrë intensive, është pikërisht lufta ndaj korrupsionit. Lufta ndaj korrupsionit ka një konstante, qëndrim të fortë dhe të prerë, e cili është fajtori. Është një ish ministri i Partisë Demokratike, është një kryetar bashkie i Partisë Socialiste, kjo nuk ka asnjë rëndësi. Dhe ju keni parë që ka qëndrim të prerë pavarësisht nga përkatësia politike. Sot ka pasur procese për ish funksionar të Partisë Demokratike, po dhe për funksionar në detyrë të Partisë Socialiste tepër të rëndësishëm. Dhe ky duhet të qëndrimi. Korrupsioni as nuk ka ngjyrë politike, as nuk ketë ngjyrë politike. Ata që dhunojnë ligjin në emër të interesave personale për përfitime, duhet dënohen. Dhe unë bëj pjesë në ata njerëz politikës që inkurajoj dhe mbështet çdo instrument ligjor që respekton ligjin, tepër të fortë që i jep përgjigje kësaj çështje. Nëse ne e kemi përcjellë nëpërmjet informacioneve tuaja, jemi përfundimisht në të gjitha mënyrët e sondazhet vendi me korrupsionin më të lartë në Europë, po këtu nuk është çështje demagogjie. Ky është një tregues penalizues në raportet, jo thjesht me raportet ekonomike botërore, nuk mund të vi
të investojnë në një vend të korruptuar, bizneset të rëndësishme të huaja, cilat janë jetike për vendin. Po dhe biznesi shqiptar do të jetë gjithmonë i trysnuar nga problemi, nga trysnia e zakonshme e papërballueshme të korrupsionit, qytetari thjesht po ashtu, dhe ne nuk mund dhe s'duhet që konsiderojmë demagogji, por duhet jam përgjigje kësaj pyetje me padërmand dhe sa më parë. Kështu që në këtë pikpamje, ky fokus politik i qeverisë për mendimin tim është i drejtë, dhe nëse do të shkiste këtij dhe ne do vazhdojmë në një bashkëtesë të tillë me këtë gjë, qytetarët do kishin të njëjtin zhgënjim e thoshin asgjë nuk ka ndryshuar. Zoti Vasili, përpara keni dy sfida me që dolem pak edhe tek elementi ekonomik, investitorët e huaj, është paketa fiskale dhe buxheti, që është pak i vonuar, është pranuar edhe nga vetë qeveria, pra që për shkak të situatave është duke u stabilizuar dhe për të bërë gati. Megjithatë për paketën fiskale, LSI ka pasur një qëndrim paksa të ndryshëm lidhur me taksën, me taksimin e shqiptarëve. Taksa e shesht, taksa progresive, është momenti që duhet zgjedhur. Ju do të vazhdoni të qëndroni ide se duhet taksa e shesht ende për shqiptarët? Çështja ka qenë kjo. LSI ka pasur një qëndrim të qartë dhe koherent që në kryet herës. Një qëndrim i cili është bërë tashmë qëndrimi tërë majorancës së re. Jo thjesht tabuja e taksës shesht, apo tabuja e taksës progresive. Duket sikur janë ndërtuar dy qëndrime, dhe mjet cilëve lëviz ekonomia, qoftë shqiptare, qoftë botërore, apo dy qëndrime që o je me këtë, o je me këtë. Të dyja janë zgjidhje, të cilat përbëjnë qasje ndaj sistemit ekonomik në funksion të asaj që ekonomia do të realizojë në të mirë të vendit. Dhe ne kemi pasur qasja jo ka qenë një sistem realist taksash, i cili dhe jep përgjigje sociale, pra inkurajon ekonominë, dhe njëkohësisht dekurajon atë që do thosh unë pikërisht devijimet nga sistemi fiskal, informalitetin dhe evazionin. Pra, në këtë pikë qëndrimi do të ishte një dhe vetëm një. Inkurajim i shtresave cilët janë në nevojë, të cilat duhet marrin frymë, siç është një nga angazhimet është heqja e taksës mbi biznesin e vogël, një qëndrim që absolutisht për të përshëndetur, sepse biznesi i vogël është një sistem kapilar, mban gjallë mira familje shqiptare dhe jep punësime dhe mira të tjerëve. Dhe çdo lehtësim këtu do ishte normal, dhe njëkohësisht rishikimi në mënyrë realiste i barrës fiskale që bie mbi bizneset e mëdha për të qenë më realiste dhe për të qenë më të qartë dhe në kontekstin evropian. Konteksti evropian lëviz mbi po të shikoni tërë vendet që na rrethojnë, po dhe gjithë Europën, ne jetojmë në Europë, nuk kemi një realitet i linjës largme, si jemi as Malezia, Singapore, as Vietnam, nuk di se çfarë apo Tajland. Dhe në kontekstin evropian, shikoni që barra e taksave të bizneseve të larta është shumë e lartë në gjithë Europën. A do të shkonim ne deri te kjo barrë shumë e lartë? Sigurisht jo. Para do të ndryshonim një lloj pozicionimi ndaj në raportin me biznesin e madh, sigurisht u ka vend për të parë. Dhe ky progresivitet, nëse duam ta quajmë të tillë, ky do të thoshte rishikimi i sistemit taksave. Nuk është çështja thjesht progresivitet, është pikërisht një qëndrim i ri në mënyrë që vendi të ketë mundësi të bëjë përpara, sepse ky sistem taksash, pra i ndryshuar, krijon më shumë të ardhura, krijon buxhete jo të barabarta me ato që kalojnë vit për vit, se nëse buxheti i Shqipërisë do të jetë po i njëjti në 10 vjet rresht, Shqipëria nuk bën përpara. Do të thotë që një vend që zhvillohet, do të thotë që të ketë buxhete gjithmonë më të mëdha, që të zhvillojë objektive më të mëdha, dhe këto para të buxhetit përsëri biznesi do i përdor dhe përsëri qytetarët do t'i përfitojnë, do kenë paga më të larta e do kenë shërbime më të mira. Ndaj i tërë sistemi ynë i taksave apo i qasja jonë ka qenë një qëndrim realist dhe as fetishizim i taksës shesh, kjo dhe s'ka zgjidhje tjetër, po as një takse progresive e cila është shumë e fortë dhe penalizuese. Pra, një qasje e re me përgjigjet e reja që ekonomia shqiptare ka nevojë në këtë moment të veçantë krize. Praktikisht dhe shtyrje e buxhetit dhe paketës fiskale kanë pasur dy arsye themelore për të përfunduar përfundimisht misionin FMN-s, i cili do të japë rekomandimet të cilat duhet reflektohen edhe te njëra edhe te tjetra në mënyrë që partneriteti me FMN-n, me Bankën Botërore, me këta quhen partner strategjik financiar, të jetë funksionues dhe ta ndihmojë Shqipërinë për të kaluar këto momente të vështira. Kur do ta kemi buxhetin? Po mund t'u them me siguri të plot që është një problem që po ndiqet me preokupacion madhor nga kryeministri vet. Këtë mund t'u them edhe për arsye të takimeve që kemi pasur me kryeministrin pikërisht për këtë çështje.
besoj që është një çështje ditës, sepse besoj misioni i FMN-s në pak ditë konkluzonet e vete ku gjithë puna përgatitore është kryer nga qeveria dhe nga Ministria e Financave në mënyrë të veçantë dhe besoj në pak ditë buxheti do ketë mundësi të depozitohet në parlament, ku ka dhe një vullnet për të ecur shpejt dhe në mënyrë intensive me miratimin e tij, pra në tërësinë e vet duke referuar të buxhetet e mëparshme, diferenca në kohë do të jetë pak javë, të themi 4-5 javë, gjë që nuk cënon asgjë, por është shumë mirë për një arsye shumë thjeshtë. E kam thënë këtë vërejtje parimore, edhe në majorancën që qeverisi vendin parë, e kam thënë dhe në pozicionin e ministrit në atë kohë, po dhe më pas kur nuk isha më ministër, që nuk duhet përsërisim më kurrë historinë e buxheteve fiktive. Artificialisht miratojmë kaq para, e ngrim buxhetin sapo kështu na ndodhi në disa vjet radhazi, e miratonim në dhjetor, e hapnin të ngrirë, pra nuk funksiononte në janar, zbarriteshim disa muaj, e rishikonim në qershor, e shkurtonim në qershor dhe pastaj të tjera gjëra premtonim shqiptarëve në dhjetor kur mbroi buxheti, e tjera gjëra shkonin deri në fund. Dhe unë e kam mbështetur këtë qendrim të kujdesshëm të qeverisë shqiptare, e cila thotë bën ato që është në gjendje të mbajë. Nuk ka nevojë shqiptarit t'u premtojmë 10.000 kilometra rrugë, në fund ka të nisim me 1.000, apo t'u premtonim 7 shërbime të reja, mos të jepni dot vetëm asnjë, se nga rishikimi na shikoi që se kishim bërë mirë llogarit. Është provë serioziteti dhe një respekt reciprok i shqiptarëve për atë që bëjnë, që votojnë edhe sakrifikojnë për të duke kontribuar me taksat e tyre shtetit, po dhe qeverisë që diti përdor me seriozitet dhe i kalkuloj mirë këto gjëra dhe jo të një amatorizmi shpeshherë i cili na ka shqetësuar, se kemi thonë, ore dini bëjnë llogaritë e njerëz apo s'din. Këtë them me dashamirësi sepse edhe ata i drejtojnë ekzekutiv ndodhen para vështirësive të mëdha kur mendojnë që do të kenë kaq fonde në dispozicion, formulojnë disa objektiva, po dhe vetë biznesi formulojnë disa objektiva duke menduar që janë këto para për të përdorur ku ai mund të jetë aktiv, dhe në fund fare rezulton që po themi nga $10 milion shkurtohen dhe nuk ka asnjë. Këto krijojnë, për ta mos ju marrë më shumë kohë, po dhe kjo krijon shqetësim edhe në raport me partnerët ndërkombëtar dhe biznesin e huaj, i cili merr tabelet e buxhetit, i studion, ngrë dhe ai strategjinë e tij për t'u qasur Shqipërisë dhe papritmas ndodhet në fund të muajit maj apo qershor, ku gjithë skenaret bjen në tokë sepse që nga kalkuluar gjërat që ishin kalkuluar mirë. Kështu që mendoj që është një provë pozitive serioziteti, kjo për kujdesje për të mos u ngutur në këtë pikë. Zoti Vasili, faleminderit që ishit sonte me ne. Faleminderit juve. Mersi. Mora miq, kemi ardhur në fund të edicionit qendror të lajmeve dhe intervistës së mbrëmjes. Do të shkojmë shkurtimisht në studion e emisionit Alarm me kolegen Dajana Shabani se çfarë do të ndjekim. Sonte është kohë për mbledhje, besoj, emisioni sotëm, apo jo? Po, Patrik, për mbledhje, po ke filluar të më hysh shumë në hakë, flas aq pak sa po ndihem keq. Po ta dinte ndoshta zoti Vasili që fillon pas pak alarmin do na e kishte lënë 1 minutë kohë. Megjithatë super show për këtë të shtunë, zgjidhja e problemeve dhe sigurisht çështja ambitor që më pëlqen shumë backstage. Ju përshëndes. Përshëndesim edhe ne, faleminderit Dajana, është momenti për t'ju kujtuar faqen tonë në internet oranews.tv ku do të keni gjitha zhvillimet përfshirë këtu edhe biseden me zotin Vasili, por e transmetimet live në vijim dhe gjitha programet cilat grupohen në secilin prej sektorëve të faqes të internetit. Natën e mirë.